Në Vaudejes ka nisur punimet për rikonstruksionin e rrugës që të çon drejt varrezave të Melgushës. Projekti realizohet nga Bashkia e Vaudejesit. Sot ndodhemi në Melgush, tek rruga varrezave e cila ka fillu punimet dhe shumë shpejt do të përfundojmë punimet e saj me asfalt dhe kanalizime, që banorët kanë bërë një kërkesë tash sa vite për këtë rrugë, sepse a kanë shumë problematike dhe a kanë e pakalueshme me mjete. Nuk kanë mujtë me nxjerr me makina deri tek vorret, por i kanë nxjerr në krah. Dhe sot, siç po e shikoni, po punojmë dhe po e bëjmë realitet këtë rrugë për këtë komunitet. Mungesa e rrugës ishte një sfidë për banorët, të cilët në jo pak raste u është dashur që arkmortet i ngjisin drejt varrezave në këmbë apo me mjete të larta. Kjo rrugë ka shkëku para 20 vjetëve. Nuk ka bë. Erdhi koha me e bani një që është interesuar për popullin e fjalë. Edhe i lumt, faleminderit shumë për ti. Ballësh jam ndërtën. Nuk ka kanë rrugë, po kanë rrugë. Tash bëhet rrugë, me asfalt. Shumë i nevojshëm. Urime edhe investime tjera në Melgush. Vështirësi në mesjet, të hesë në përlaç. Ishte një investim tepër nevojshëm që është në mirë të komunitetit, normalisht edhe është desh të bëjmë me kohë. Falenderojmë shumë bashkinë, se na ka ndajt afër. Ka një rrugë amortizuar, degraduar. Falenderojmë edhe bashkinë e mojti fjalën. Falenderoj shumë kryetarin e bashkisë Kristian Shkelin që na bën realitet shtrimin e rrugës varrezave të lagjes Kodrak, që i thonë. Kjo është premtuar tash 30 vjet, askush nuk e realizoi. Falenderojmë kryetarin e bashkisë si e mojti premtimin sin Allah, se do ta bëjnë rrugën edhe më në fund rruga u bë. Ishte shumë e nevojshme kjo rrugë, se shumë vite kanë kaluar me premtime, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Falenderoj për ti, edhe inshallah punë sa më shumë. Ky investim pritet të mbarojë brenda këtij viti dhe synon të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën rrugore në këtë zonë, duke e lehtësuar qarkullimin dhe ofruar kushte më të mira për banorët e Melgushës dhe zonave përreth.